Me dërtet, Muhamedi a.s. është mësuesi i njerëzimit. Na ka mësu çdo gjë që është e dobishme dhe na ka paralajmëruar nga çdo gjë e dëmshme. Prej gjërat bukura që na ka mësu është që ka thënë ruanu nga dy mallkueset. Kur e pyetën se çfarë janë ato, u përgjigj dhe tha kryerja e nevojës në rrugën e njerëzve apo në hijen e tyre. Si që kemi parasysh të gjithë, nëse dikush e kryen nevojat e tij fiziologjike në vendet ku njerëzit ecën, apo në vendet ku njerëzit strehohen në hijen e tyre, dhe pasaj njerëzit rastisin dhe preken atë ndytësi, me të vërtetë kjo do ta aktivizojnë në mënyrë automatike mallkimin. Ta do të mallkojnë atë që ka kryer këtë vepër. Dhe ky mallkim me shumë gjasa do ta nxjerrë atë person, se me të vërtetë ka bërë shkelje. Mallkimi i nxjerr të padrejtit, kurse viktimat nuk i nxjerr. Nëse dikush i bën padrejt dikujt në fund e mallkon, ky mallkim nuk e nxjerr viktimin. Mirë po, nëse ti ke bërë padrejt dikujt, ai të mallkon atëherë, po, ajo lutje është e pranueshme. Andaj mos ja bëni vetes punën që tjetër mu lut kundër juve. Siç na ka mësuar këtë transmetim, na ka mësuar edhe në tjera që të ruhemi nga lutja e atij që ka bërë padrejsi. Në vend të kësaj, pse mos të bëjmë vepra që dikush të lutet për neve, siç është vepra e atyre të cilët i kanë ndërtuar këtu karrika. Këto të nxisin që ti më u lut për ta, s'është vepër e mirë, është hajrat. E profeti alayhis salam ka thonë, njerëz më të mirë ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Për këtë arsye t'ju bëjmë dobi njerëzve. Ta qesum në vete, llogarit sikur ne dishmi në pozitën e tyre. Mos më vendosëm njerëzve pengesa, kurse t'ju bëjmë diçka që është e dobishme për ta, siç është kjo strehimore, apo ndonjë hajrat në ndonjë ujë, apo ndonjëherë madje kumbërejt që kanë vendosur ndonjë shishe në mënyrë që rrjedha e ujit të jetë më e lehtë që ta përdorin, edhe i pra të kësaj natyre. Pse vallë ne jemi shkak ju bë dëm tjere në vend se jemi shkak për dobisë. Nëse je shkak për dëm, atëherë pret edhe vetë dëmin. Dhe ty ka me nxanë e keqja. Kurse nëse ju bën hajër njerëzve, në dobi pritet që ka nxanë e mira. Kështu që zgjidh e merr.